Atëherë përshëndetje zoti Burimi, faleminderit që pranuat ftesën. Flasim pak për ngjarjet e fundit që ka ndodhur, ku Eric Wend është nominuar si ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri dhe është duke u pritur edhe miratimi nga Senati. Sa e rëndësishme është për Shqipërinë që të emërohet një ambasador i ri amerikan pas largimit të Yuri Kim? Është më shumë se e rëndësishme, është një rikthim në normalitet. Nuk është normale që tashmë në një vend mos ketë ambasador nga një vend me cilin ti mban marrëdhënie diplomatike dhe për vërtetë komerciale për një vend kaq të madh, kaq relat i madh. Pra nuk është një kthim në normalitet. Pika e parë. Pastaj pika e dytë është që figura e këtij personazhi tregon se nuk është diplomacia e vërtet e atyre kanaleve diplomatike tradicionale, është pak a shumë si emërimi i ambasadorit amerikan në Paris, ku Parisi u habit shumë, flas për Parisi për kancelerin, sepse u emërua kushtu i Trumpit, që jo vetëm s'ka qenë diplomat, por që edhe në burg, apo emërimi i ambasadoreshës në Greqi, ishte dashura e të bijë të Trumpit. Pra jemi në të kategori me këtë emërim, një general që është në pension, një general që Trump i premtoi ta bënte ambasador në fund karrierës së tij para 6 vitesh në Katar, por që nuk eci sepse ajo emëruan në shtator 2020 për Katar, por në nëndor Trump humbi së zgjedhjet, kështu që mendoj se duke parë që është një personazh arab folës, flet arabishtën, që ka qenë i programuar para të shkonte në Katar, mendoj se do ketë lidhje me tepër financiare me dosjen familjes Trump, Irankën, Jaredin, Sazanin, investimet e Katari, për Arabi Saudite. Do jetë më shumë kjo për mendimin tim se një diplomaci tradicionale që realizohet nëpërmjet dashit. Nuk është një personazh që vjen nga dash, pra nga departamenti i shtetit. A ka një sinjal politik që jep nominimi i Eric Wend për marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë? Jo, sinjali do vi. Por për momentin thjesht momentin është një rikthim në normalitet asgjë më tepër. Nuk është do ndeshë një lajm për bën po, takimi midis një shembull, takimi midis negociatorëve pra midis Xhidiranës dhe iranianëve. Ai është lajm, vende që janë luftë prej 1980-s dhe që shtrëngojnë duart. Ajo është lajm. Po Shqipëria dhe Amerika janë mik, janë partnerë, që nuk është lajm, është normali që një ambasador. Por mesazhi që pres që më të vijë është konfirmimi i ngrohjes së marrëdhënieve midis kësaj administrate Trump dhe Edi Ramës për arsye për mendimin tim financiare, për arsye interesash personale, sesa për arsye të tjera. Dhe këtë do presim. Më shoh pashtu që dhe SPAC është zbutur shumë. SPAC i prisnin për 12 marsit të rikthesh prapë në kuvend me një dosjer me akuza të Zonjës Balluku. SPAC është komplet i heshtur në dosje. Rama as që nuk thirret fare. Sot ndava më duket që para një lajm që erdhi nga Parisi, nga Franca, protura nga Le Figaro, kur drejtësia franceze, SPAC-u francez, ka shkuar për bastisje në thonjza, për kontroll, operativ, në pallatin e Elizes, në zyrat e Emmanuel Macronit, imagjinoni këtë në Shqipëri, ishte një diçka e paimagjinueshme. Ky është shteti i drejtës që në Shqipëri nuk funksionon. Dhe kjo administrat Trump do lejoj të vazhdojë të mos funksionojë. Kjo është fita ime me ardhin e këtij ambasador. Sepse në vizoj që kur ndodhi ajo në parlament votimi për të mos hequr imunitetin ndaj Zonjës Balluku në 18 mars, shumica e ambasadave perëndimore të rrituara në Tiranë reaguan me komunikatë të ashpra të drejtë për drejta, SBA heshtë. A është kjo hera parë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës emërojnë një diplomat me profil kaq të fortë ushtarak për Shqipërinë? Çfarë do të nënkuptojmë nga profili që ka edhe zoti Erik? Është hera parë sigurisht, por edhe një herë është e vështirë ta interpretosh pse edhe një herë Donald Trump është ai që emëron, pastaj brapa sigurisht në një aprovim të Senatit, nuk i korespondon fare Trumpit
ajo që kemi neve si një kod normash diplomatike, nuk me të personazh me Donald Trump që nuk funksionon. Dhe një dashi shembull, dy shembuj kryesor, Parisin dhe Athinën, dy ambasadorë që s'kan lidhje fare. Krushku në Paris edhe e dashur e të birit në e shërbimit në Athinë. Kështu që çfarë mund të si mesazh? Ju më shumë shoh mesazhin që tu ushtarak Trump po është problem, s'është në pension. Si është po ja postin, s'ka patur kur këtë postin, do shëllim base rritit të pensionit, unë shumë shoh se gjë, se s'ka një marrëdhënie veçantë Shqipëri-Amerikë për një mesazh veçantë. Unë po e lexoj. Po të shqetësoj kjo, për një mesazh veçantë Shqipëri-Amerikë, do të ishte një ambasador nga establishmenti, nga dash, nga departamenti i shtetit, një diplomat karriere. Edhe Yuri Kim ishte nga departamenti, base do të më pastaj e përfund. Por vite nga departamenti i shtetit. Ky është ushtarak, është krushku në Paris. S'ka rëndësi profesioni që ka, rëndësi ka që është mirë me Trumpin, nuk shërezoj. E lexoj më tepër si një qok që Trumpi bën këtij personi, e po që kështu atëherë ky personazh vjen më tepër ashtu i shërbej interesave të familjes Trump. Që sigurisht shërbej edhe Shqipërisë, sepse është mirë ta kesh me ambasadorin e Amerikës se me këtë tjetër. Po që nuk shoh përtejsa në gjë të jashtëzakonshme. Por është fakt që Rama mund të fitoj pikërisht sepse ky ambasador i ri mund të tregohet tani më hapur pro Ramës, dje tani shërbati që ka shumë neutrale për që nga fitoria e Trumpit, shërbat nuk ishin siç qe administrata Biden, ishte shumë për krah Ramës, që administratë që më e ftohtë. Pati një pak ngrohje pas udhëtimit që bëri Edi Rama në parlamentin Izraelit Knesset në shkurt, i pasaj Rama ftua në burrë e paqes, dhe të shohim nëse pra konfirmohet kjo ngrohje e marrëdhënieve Trump-Edi Rama nëpërmjet këtij ambasadori. A mund të sjellë ky emërim një koordinim më të ngushtë mes Shteteve të Bashkuara NATO-s në rajon dhe si pritet të ndikojë profiliti në marrëdhëniet me institucionet shqiptare të sigurisë dhe inteligjencës? Jemi shumë larg kësaj. SBA nuk do të bëjë me NATO-n, me vende shumë herë, mira herë, miliona herë më të rëndësishme se Shqipëria. Si që bëjmë me NATO, Gjermani, e pasën e tyre më të madhe ushtarake që kanë në Evropë, pasën në botë, kanë në Gjermani, 3 pikë ushtarë. Kësë do e heqin. Si që bëjmë me NATO në Spanjë, që se u kuizin për Iran, që bëjmë me NATO në Poloni, e më Shqipërin qasë, si që parë. Është tepër herë, askush nuk e di. Pa dihet që vitin e ardhshëm, samiti i NATO-s është parashikuar për në Tiranë. Dhe është një pyetje. Mendoj që samit do anullohet, që NATO nuk janë vetëm amerikanët, por gjesat janë që Trump mos të vi vitin e ardhshëm në Tiranë. Presim samitin këtë vit që bëhet në Ankara, të Turqi, që Trump dhe një herë të saktësoj atë që ka thënë që do largohet nga NATO. Që është pa herë Shqipëria është dhe një është pjesa shumë e vogël e NATO-s që mendohet që ky ambasador ka ardhur për të fituar për NATO në Shqipëri. Sepse për mendimin tim SBA po zëvendësojnë aleanca kolektive me aleanca bilaterale. Çfarë do bëjmë? Që do jetë mund të jetë kjo sigurisht. Shqipëria ka patur aleancë me amerikanët edhe për këtë ambasadori nuk mjaft. Nuk duhet ky ambasador që të vitë forcoja marrëdhënie ushtarake Shqipëri-Amerikë. Shqipëria me zi e pret. Shqipëria po duhet të bëjë amerikanëve të bëjnë edhe një bazë te porti i ri Porto Romanos, që nuk e besoj se duhet këtu. Edhe një herë kemi të bëjmë me një shok, më thonë sa mik, njëjë të Donald Trumpit, që ai po është problem në Shqipëri. Asgjë më tepër. Nga ana tjetër kemi edhe fitoren e Peter Magyar dhe humbjen e Viktor Orbanit pas 16 vitesh në pushtet. A ishte e pritshme humbja e Orbanit dhe çfarë do t'rregojë ky rotacion politik për demokracitë në Europë? Nuk ishte aq e pritshme, ishte se Europa do të mobilizohesh maksimalisht që Orban mos të fitonte, ashtu si Trump u aktivizua maksimalisht bashkë me Putinin që Orban të fitonte. Kjo pritesh. Sepse kjo betejë e Europa nga një anë kundra Trumpit dhe Putin nga tjetër, u pa edhe në zgjedhjet në Rumani. Edhe në zgjedhjet Poloni, edhe në
Dhe tre këto betejë, europianët fituan. Në Poloni fitoi krahu pro-europian, Donald Tusk. Në Rumani po ashtu humbi kandidati Venit Djathi, që mbrohesh nga Gjedi Venci dhe nga Rufu, po ashtu edhe në Hungari. Pra, çfarë nxjerrim si konkluzion se atje ku Europa mobilizohet, atje ku ka interesa vitale, se luhet Rusia, Ukraina, ndihma e Ukrainës, pra ndihma për të bërë ballë Rusisë, për Europën është vitale, shumë vitale për amerikanët, atje ku për Europën është vitale, ajo mobilizohet dhe s'mund të ketë vjedhje votash, sepse ndryshe Orban prap do e kishte vjedhur. Në Shqipëri nuk është kjo mobilizim i Evropës dhe shohim që edhe Dirama do rri precisht 16 vitet e pushit si Orban dhe mos shumë më tepër. A mund krahasohet figura e Peter Megjarit me lider aktual në Shqipëri si në kampin e mazhorancës ashtu edhe në opozit, në kuptim të ndryshimit të brendshëm? Fillimisht ai mund krahasohesh me Lulzim Bashën. Lulzim Basha ishte një Peter Magyar që dështoi. Do të thotë edhe Kasper Bashkët, edhe Magyari, edhe Basha, të dy shërbyen, i pari shërbeu Orbanit, i dyti shërbente Berishës. I pari ka qenë ministri i Orbanit, i dyti ka qenë ministri i Berishës. Po ashtu pika 2 të ngjashmërisë që të dy u shkëputën dhe krijuan parti të reja. Magyari krijoi partinë Teska në Hungari, parti vitesh, dhe Basha krijoi partinë Koalicioni Atlantik vitin e kaluar. Dallimi është se ky, pra hungarezi, arriti dhe binti masat hungarese, po hungares, të ndryshimi, se sot Lulzim Basha është haruar, ai Alibe e gjithë tjerë. Pra ky është dallimi. Dallimi se në Shqipëri nuk kemi njerëz të rinj, gjithmonë fokalizohet ke Berisha, ndërkohë që nuk pati debat mbi Berishën hungares, nuk ka dim kush shërbis. Hungaria, ashtu si Franca dhe Macroni, pati talente që arritën dhe bindën popull. Në Shqipëri nuk ka këto talente dhe është gabim që kërkojnë kohë ke Berisha. Pse sot nuk bind Basha, pse sot nuk bind Lapaj, pse sot nuk bind Shehaj, pse sot nuk bind Arlin Qori, siç bindi Magyar, vetëm me një parti as 2 vjet krijes, 1 vjet e gjysmë krijes. Pra dhe një Shqipërisë i mungojnë talente. I mungojnë ide. Nuk kanë alternativa, nuk kanë çfarë është sot betejën brenda PD-s midis Salianit dhe Berishës. Nga Saliani s'dëgjoj asnjë ide për vendin. Ka ide për partinë e tij, po ku për interesat shqiptarëve, me duhur apo primare partia, po ku duhet ta drejtoj këtë drejtor qarku të PD-s. Interesante. As hungarezë, as shqiptarë, as mund as francezë. Njerëzit interesojnë sot dhe njerëz si do jetojnë më mirë. Do kenë më pak rritje çmime, si do kenë më shumë mundësia për fëmijët, për karrierë, për shkolla, për spitale. Këto në Shqipëri dëgjon fare, këto lloj temash nuk i dëgjon më fare. Ndërkohë që pikërisht Magyar me këto tema me tema pozitive për një ardhmë më të mirë për karrierët dhe nuk u mor me të luftonte brenda opozitës. Spaku francez ka zbarkuar sot në pallatin e Elizes për të mbledhur dhe dokumenta hetimi, përse presidenca franceze ka kontraktuar gjithmonë me të njëjtën kompani private për organizim eventesh, si ai fundit kur Macron ka bërë varrimin me ndere në Panteon të ish-ministrit të drejtësisë. Ndërkohë që nga ana tjetër, në ngjarjet e fundit në Shqipëri, imuniteti i Ballukut nuk është hequr. Si e bëni një krahasim të drejtësisë? Se bëj krahasimin me Ballukun, bëj krahasimin me momentin kur Byroja Kombëtare e Hetimit në Shqipëri shkoi dhe ke pallati i kryeministrisë dhe Rama nuk e lejoi. Ky është krahasim. Kjo është, domethënë, sot drejtësia arrin dhe shkon në president franceze, ndërkohë që i ka me kushtetut në Francë. Presidenti gëzon imunitet. Këtë drejtësia. Shqipëri, me gjithë këto akuza, me gjithë këto dosje për Edi Ramën, me Gonigal, Gasi, Balluku, etj, nuk ka as edhe një kontroll. Ky është dallimi i madh me Evropën ku duam të hyjmë. Kjo do të jetë problem për Ramën, sepse kur Rama thotë që ka vendosur në Shqipëri drejtsinë e re, e mund të bëjë drejtësi e re, po është drejtësia për tjerët, po jo për të. Drejtësia për Ramën tjetër, për gjithë tjerët, përse për të. Dhe kjo në funksion ka neve. Ky është shembulli francez sot, që drejtësia fillon nga njëshi. Një koka. Pra presidenca franceze do të japë llogari përse
që prej 20 vitesh gjithmonë është një firmë që me 2 milionë euro për çdo event që organizon, pse nuk bëhet një tender dhe të ketë një shumëllëshmëri firmash private, pse gjithmonë e njëjta kompani të pyetje bën drejtësia dhe shkon dhe do bëj kontroll. Dhe shkon të kontrollojë dhe sikur të pengon. Në Shqipëri, kryeministri dhe pengonte, siç ka penguar. Nga ana tjetër, Pakistani ka propozuar që në ditët në vijim, përpara përfundimit të armëpushimit, të mbahet një raund i dytë bisedimesh midis Shteteve të Bashkuara edhe Iranit. Dhe çfarë duhet presim nga këto negocime? Ajo që do presim është thjesht një kthim mbrapa. Ai vetëm një rrugë shpresësot është që më në fund Trump të pranoj atë që Trump dhe njëherë denoncoi tek pasardhësit e tij negociatat që bënte Obama, Biden me Iranin dhe bëi tratat i paqes midis Perëndimit dhe iranianëve që ta hiqnin dorë nga pasurimi i uraniumit. Pikërisht këtë propozim po bën Trump sot i kërkon iranianëve hiqnin dorë 20 vjet nga industria bërthamore. Irani po 5 vjet. Për këtë do negociojmë. Po rrit kjo është gjë sigurisht, por që gjithë për këtë gjë, kjo është arritur para. Ky është plani që ishte bërë midis Obamas dhe perëndimorëve dhe Iranit. Atë plan që Trump e grisi. Nuk do të thesh prapë që plani fitestar. Për kësaj pike nuk ka asnjë tjetër pikë. Shpresoj të arrijmë. Sepse nëse Irani e pranon këtë parim, dhe nëse kemi problem kohe, amerikanët duan 20 vjet, Irani mos prekë anën bërthamore dhe Irani do 5 vite, mund jetë kompromis këtë 10 vjeçi. Por çfarë denoncoi asaj kohe? Pse Trump e grisi planin më parshëm të negociuar nga administratat Obama dhe Biden? Sepse thoshe që me asnjë plan s'mund të ketë me iranianët për bërthamore, sepse ata janë të pabesë. Po ky vetë do të jetë. Ky vetë do imagjinoj që do rrihet një marrëveshje për 10 vjet. Pra Trump do të pyesë iranianët që gjatë 10 viteve të ardhshme në sa jetë, iranianët do të jenë shumë të kujdesshëm dhe shumë të besueshëm dhe nuk do zhvillen asgjë nga ana bërthamore. Pse këtë gjë nuk e besoi Trump kur ata firmosin këtë gjë me Obamën dhe Trump e beson tani? Sepse Trump e sheh që s'ka asnjë tjetër mundësi sot për të dhënë fund kësaj lufte ku ai hyri kokë e këmbë në një kurth ku nuk hyn parasit e Trumpit. As Clinton, as Bush, as Obama, as Biden, të gjithë i thoshin Izraelit, nëse sulmohesh, jemi të gatshëm të mbrojmë, po kur mos na këto të hyjmë në luftë, këtu me Iranin. I vetë që pranon që Donald Trump dhe kuptojmë pse parasit e kishin refuzuar, sepse është një kurth, Irani është një vend tepër i madh, shkati sipërfaqja e Francës, Gjermanisë, Italisë bashkë, është një kontinent vetë dhe nuk mund ta nështrosh sot Iranin siç nështrohet rrupi Gazës, siç nështrohet Libani, apo siç nështrua dhe Iraku. Është vend tepër i madh.